për gjitha këto gjana që na kanë mashtruar, na kanë torturuar dhe vazhdojnë na torturojnë. Unë sot kaloj direkt si përfaqësues i njerëzve të mi dhe u bëj thirrje që të gjithë dhe sikur i bani Gjergji në gjithë Shqipëri, që të gjithë të votojnë që sot publikisht në mes të këtyre njerëzve të mi, ky dokumenti i SI-s nuk do të jenë më dokumenti imi, sepse nuk duroj mashtrime, nuk duroj dhe ky do t'i dorëzohet dhe nuk ka punë më me të fare. Kjo është ajo që duhet t'ju them të gjithëve. Duroj vetë qese Marashi foli nga zemra. Marashi foli